Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar njoftoi sot goditjen e një grupi të strukturuar kriminal të përfshirë në vrasje me pagesë dhe falsifikim dokumentesh për përvetësimin e palishëm të pronave në zonat bregdetare të Durrësit. Operacioni është zhvilluar në bashkëpunim me Europol, Eurojust, si dhe autoritetet ligjzbatuese të Francës, Belgjikës, Hollandës dhe Gjermanisë. Mes të arrestuarve është edhe vllai i deputetit socialist Loer Kume. Sipas njoftimit zyrtar të SPAK, hetimet kanë nisur në qershor të vitit 2023 dhe kanë zbuluar një skem kriminale komplekse që përfshinte vrasje me paramendim për hakmarrje, mbajtje pa leje të armëve të zjarrit, falsifikim dokumentesh si dhe korrupsion aktiv ndaj funksionarëve publik. Një tjetër degë i grupit të strukturuar kriminal kishte si objektiv përvetësimin e palishëm të tokave në zonat turistike të Lalzit dhe Shetajt. Sipas SPAK, këta shtetas kanë falsifikuar në mënyrë të organizuar dokumente të pronësisë duke përfshirë aktet e marrjes së tokës në pronësi dhe regjistrat e kadastrës për të kaluar prona publike në emër të individëve që shpesh nuk kishin ndjeni për përfitimet e supozuara. Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.